bra ushqim. O Klumb, ju jeni pronari një stalle baktish. Po. Çfarë ka ndodhur? Po mbram ka dalë lumi jashtë shtradit dhe më kam mbytur disa lica. Sa? Po ty të 100 cop. Tani kur bie niveli ujit të shikoj se jam të në ujë. Kur bie niveli do të shikoj sa mungojnë, sa s'mungojnë, sa ka marrë lumi. Ndërkohë kjo është përmbytja e dytë në stall. E dyta, ajo e para ishte let, kjo ishte të teliko, kur thot greku. Po, edhe sa deme ju ka shkaktuar se limaj me të dy? Po, demin aty tek 6-7 milion. Bashkëpunonësit e bashkisë që erdhën, bënë një verifikim demesh? Po, bën një verifikim demesh, po. Shpresoni që të merrni në një lek nga kjo? Po, inshallah të më një. Ndodh shpesh që ku kanal del? Si që flasin bashkëtar, nuk ka 30 vjetë, nuk ka 30 vjetë, 20 vjetë më imen, nuk ka dalë në një. Kjo është ere parë që ka bërë këtë përmbytje. Dhe si erdhi? Më dhe nga vjen? Tani si vjen, Bllokuar është, si mendon? unë mendoj për shumë që ka na politika. Ka politika, se kur është shi nuk ra. Me ditë shi. Të kujt janë digat? Banjës. A e centrale? Po, centrale, Gjandevi, Devolli këtu. Gjandevi. Është përmbytur dhe lanë filli i qytetit. Vlerë. Lanë filli, nuk përdu do. Nuk përdu. Sa ditë ka që në mëngjes? Që mrem, dërë natën isha mrem. Dërë të kanë punë ati në resh. Nuk isha 10 dosë si që janë aty, po të shikosh për bini, nuk janë 30 morë mrema. Dhe në të ka stava. Plus andej, kur bjeri ujtë janë tërë. Me këte ushqeni? Me këte ushqeni. Fshatarin, këto. Qa apeli bën bashkisë, qeverisë, për gjithë të përmbytjet që janë shkaktuar? Këto janë fatkeqësi natyrore, dakord. Po në në ndim, mirë dojet. Se në shiko që përse